Arsyeja pse nuk është mirë të pini kafe para se të hani mëngjes. Njerëzit zgjohen në mëngjes direkt dhe pinë një kafe, por ky zakon nuk i bën mirë trupit dhe shëndetit. Një studim nga Universiteti Britanik i Bath zbuloi se pirja e kafes me stomakun bosh ndikon negativisht në aftësinë e trupit për të menaxhuar nivelin e sheqerit në gjak. Studiuesi zbuluan se pirja e kafes sapo zgjoheni mund të ketë efekte negative në kontrollin e sheqerit në gjak. Zakonisht gjëja e parë që duam në mëngjes kur zgjohemi, veçanërisht pas një nate të vështirë, është një kafe e fortë. Por duhet të ndryshoni zakonet në mënyrë që mëngjesi të ketë një përparësi tjetër. Në vend që të pini kafe, konsumoni një mëngjes të bollshëm të pasur me proteinë, vitamina dhe elementë të tjerë ushqyes. Dhe të evitoni menjëherë pirjen e kafes apo hapni syt, pasi mund të ndikojë negativisht në sistemin tretës dhe gjithashtu të shkaktojë rritje të ankthit dhe problemet imunitetit.